çfarë roli duhet me pas individi në shoqëri, çfarë roli duhet me pas i përgjegjshmi në përgjegjësitë e tija. Dhe murë si shembull korniza apo përkufizimi i mos tejkalimit kufive të Allahut xheleshanu. Pra me mbet në mes kufive të Allahut xheleshanu. Tha shembulli i atyre që jetojnë sipas kufive të caktuar nga Allahu xheleshanu dhe shembulli i atyre të cilët i tejkalojnë kufit e Allahut xheleshanu është sikurse dy grupe të cilat udhëtojnë në një anije. Dhe për vendin e tyne ata qesin short. Një grupi i bjen që me banu në pjesën e poshtme të anijes së tyne, ndërsa grupi tjetër i bjen që me banu në pjesën e naltme të anijes së tyne. Dhe tha pejgamberi alayhis salam, pas një kohë ky grupi poshtëm që ishte duke banu poshtë, u dashke me dal në sipërfaqe për me u shërby me nevojat e tyne me ujë. Derisa erdhi një ide në mesin e atyre që jetonin në pjesën e poshtme, tha, sikur ta shponim një vrim dhe të furnizoheshim nga poshtë me ujë. Këtu pejgamberi alayhis salam ndaloi për t'ju shpjegu se çka është përgjegjësia juaj në shoqërinë e juaj ku jetoni. Çfarë hapa duhet të ndërmirren kur ti e sheh që po veprohet një keqe, kur ti e sheh që po bëhet një zullum, kur ti e sheh që po bëhet një vepër e cila i ka kalu kufit e Allahut xheleshanu. Dhe tha pejgamberi alayhis salam, sikur pjesa lart, shoqëria lart, njerëzit lart të anijes t'i lejonin ata poshtë ta bonin idenë e tyne dhe ta vinin në veprim idenë e tyne, sigurisht nuk do të pësonin vetëm ata që ishin poshtë, po do të pësonin edhe ata që banonin lart. Po sikur t'i ndalonin ata pjesa lart, sigurisht që nuk do të pështonin vetëm ata poshtë, por do të pështonin edhe ata që ishin lart, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një shoqëri normale sipas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një shoqëri normale sipas konceptit pejgamberik sallallahu alaihi wasallam.